Qytetarë të thjeshtë dhe pjesëtarë të grupit të tifozëve ballistët ju është ndaluar hyrja për në Kosovë për 2 vjet, për shkak të dëshirës së tyre si aktivist për të hyrë në territorin e Kosovës më 14 janar, në përkrahje të protestës së lëvizjes vetvendosje. Arsyetimi nga ana e shërbimeve kufitare të Jazhincës ka qenë se grupi i përbërë prej 14 personash përbën rrezik për shtetin e Kosovës. Me 14 janar, një grup aktivistës shoqërisë civile, bashkë me shoqatën e tifozëve ballistët, u nisëm për ta përkrahur protestën e lëvizjes vetvendosje, u ballafaquam me një situatë absurde ku policia kufitare e Kosovës na refuzoi hyrjen në territorin e Republikës Kosovës me pretekstin absurd se ne konsiderojmë të jemi kërcënim për rendin publik, sigurinë e brendshme, shëndetin publik apo marrëdhëniet ndërkombëtare. Po në dokumentin zyrtar të lëshuar nga pika kufitare e Jazhincës nuk shkruan se për sa na ka ndaluar, por verbalisht policët më thanë mua personalisht se ma ka ndaluar për 2 vjet. Sipas dëshmive të grupit që ishte nisur nga Tetova, ata janë mbajtur në anën e kufirit të Kosovës për disa orë në pyetje. Ata thonë se do të ankohen në çdo institucion, përfshi ambasadën e Kosovës në Shkup për zbardhjen e kësaj ngjarjeje, si dhe frenimin e të drejtës të udhëtojnë në Kosovë apo të drejtës për të protestuar.